Shumica e qytetarëve gjatë sezonit të dimrit ngrohin vetëm dhomën e ndenjes, ndërsa dhomat e tjera mbeten të ftohta. Nga anketa e realizuar në terren rezulton se shumica e qytetarëve përdorin dru ose rrymë elektrike për ngrohje, por për të kursyer, kufizojnë ngrohjen vetëm në një dhomë. Ngrohemi me dru, aty ku rrim e ngrohim. Çmimet janë katastrofë. Këtu është moshtrenca në Europë. Drut janë me çmim të njëjtë si në Gjermani. Ky është kaos, pagat zero, çmimet në tavan. Top klima. Me klim, vetëm dhomën e ditës. Me klim, të gjithë sallonin si e kam e ngroh. Me klim nuk është shtrenjtë, mund të ngrohet mirë, por shtëpia duhet të jetë 100% e izoluar. Nëse nuk është, klima nuk vlen as për 5 para. Ngrohemi me dru, vetëm dhomën e ndenjes e ngrohim. Dhomat e tjera nuk i ngrohim fare. Me peleta, e ngrohim dhomën e ndenjes, një dhomë dhe kaq. Sipas të dhënave statistikore, më shumë se gjysma e anvisrive në vend përdorin drurin si burimin kryesor për ngrohje. Energjia elektrike është burimi i dytë, ndërsa sistemet e ngrohjes qendrore shfrytëzohen nga më pak se 10% e anvisrive.